Një sherrë në kampin socialist ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në qytetin e Kavajës. Mësohet se përplasja verbale dhe fizike ka ndodhur rreth orës 23 në një zyrë elektorale në Kavaj. Bëhet me dije se koordinatori i zonës dhe njëkohësisht kandidati i Partisë Socialiste Eldian Çepeli, së bashku me bashkëpunëtorin e tij Vizgjeçi, kanë ofenduar dhe goditur me grusht kryetarin aktual të Partisë Socialiste për Kavajën, Shpend Barameta. Sipas dëshmitarëve, përplasja ka nisur pas kundërshtimeve të Barametës për mënyrën se si po imponohet kandidimi i Çepelit në zonë, pa marrë mendimin e bazës. Pas dhunës, Shpend Barameta ka njoftuar policinë e Kavajës, por në momentin që policia ka shkuar aty, nuk ka bërë denoncim, duke tentuar të zgjidhin situatën mes tyre në mënyrë që të mos bëhet mediatike. Ndërkohë pritet një njoftim nga policia e Kavajës për sherrin në fjalë. E po tani policia nuk duhet vonohet më, t'i bëj me dije publikut se çfarë ka ndodhur. Jo për gjë, po këta e kanë të sigurt fitoren. Pse grushtohen me njëri tjetrin? Pastaj sa i takon kundërshtimit të listave, kjo punë është mbyllur me kohë e me vakt. E nëse kishin pa kënaqësi, t'ia thonin direkt kryetarit madh Edi Ramës. E me qëra fjala nuk dihet se ç'mendim ka ky i fundit për këtë ngjarje. Me sigurinë prapasken ka bërë gjëmën, por të shohim nëse në ditët në vazhdim do të pyetet nga ndonjë komentues në rrjetet e tij sociale për këtë ngjarje dhe do të mund ta komentojë atë.